Drejtuesi i ri i teatrit Migjeni në Shkodër, Gerti Palali, ishte i ftuar i radhës në emisionin Studio e hapur në Star Plus. Në daljen e tij të parë në një studio televizive, Palali tregoi emocionet por edhe sfidën për drejtimin e tempullit të kulturës në Shkodër. Një diçka kaq e madhe sa nuk mund të përshkruhet me fjalë. Është pesha e asaj skene, edhe vetëm të menu se kush ka hyp në atë skenë, që nga krijimi e deri më sot të kapin derës të ftohta, domethënë. Aq e rëndësi ka ajo skenë. Edhe ishte lajmin e kanë marrë vesh përveç familjes ngushtë, nuk e ka ditë askush, edhe lajmin e kanë marrë vesh të gjithë për një herë, edhe të gjithëve ju ka ardhur si surprizë, është kanë gjaja e fundit që kanë menduar, por besoj se një energji e re që kam dëshirë me sjell në atë institucion edhe parimet edhe vizionin të mbi teatrin, besoj se ka me dalë një diçka fantastike, një punë e mirë që në fund ja vlen që e mora përsipër këtë sfidë. Palali tregoi në Star Plus programin artistik për pjesën e mbetur të këtij viti, ndërsa tregoi edhe për kalendarin festiv të festave të fundvitit, që do të jetë plot surpriza në teatrin Migjeni. Tani e para është të dielen me 2 nëntor, është premiera e shfaqjes 15 ditë prilli me regji nga Driada Dervishi. Është një shfaqje fantastike dhe vjen për publikun shkodran, që ju ftoj edhe për me ardhë me shiku. Pastaj kemi kriju, është edicioni i parë, kemi kriju një festival teatror. Kemi filluar punën, kemi filluar Gjexhu Fest. Vjen nga Gignishtja e fjalës për Gjexhu, shkurtim Gjexhu, përgjigju, me u përgjigj pozitivisht thirrjes për festivalin, për teatrin, me ardhën e teatr, me e marr mesazhet që teatri përcjell edhe me i zbatu në jetën e përditshme, me u përgjigj me edhe gjanave pozitive që për një shoqëni më të mirë. Nga kjo është frymëzuar dhe emri Gjexhu Fest, që fillon me 25 nëntor edhe për 8 ditë me radhë do të ketë çdo ditë një shfaqje të re. Shfaqjet pjesëmarrëse vijnë nga Shqipëria dhe nga Kosova. Është edicioni i parë, është eksperimentale, synohet me u bë ndërkombëtare si festival. Vjen Teatri Gjilanit me një shfaqje, Teatri Kombëtar Eksperimental vjen me një shfaqje, Lezhë vjen me një shfaqje, Tirana po ashtu ka shfaqje, Shkodra realizon me aktorë të brendshëm 3 shfaqje nga 8 që janë me regji të Aleksandr Prenks dhe Josef Shiroks dhe të Fritz Selmanit. Tema festivalit në edicionin e parë është mbi gruan. Pastaj është festivali Mos harroj humorit. Po, është festivali i humorit. Shkodër. Është festivali i humorit nga profesori nga Arjan Çuliçi, që është 4 deri me 8. Çdo ditë do ketë një shfaqje të ndryshme me ikonat e humorit dhe të stradës shqiptare, që do vinë nga gjithë Shqipëria, për 5 ditë me radhë do ketë shfaqje të ndryshme të humorit në Shkodër, 4 deri me 8 dhjetor. Pastaj kemi 2 shfaqje për fëmijë, gjatë nëntorit për 2 javë dhe gjatë dhjetorit për 2 javë. Në fund do kemi një varieté me ikonat të humorit shkodran me këngë dhe humor me 18 dhjetore në vazhdim, dhe aktiviteti i fundit është me 27 dhjetor ndërmendje.